shoqëror, politik e kulturor. Ta fillojmë kështu diskutimin. Ndonjëherë që ta kuptoni pozitën e shqiptarëve, nuk duhet të jeni ndonjë ekspert që merret me analizat të thella. Mjafton të shkoni te kufini në Blac, për shembull. Edhe çfarë do vëreni? Do vëreni se kolona për të dalë nga Maqedonia është 1 kilometër, sa që ishte sot. Dhe nëse ndonjëri mendon se shpiflet të më demantojnë. Pastaj, kjo thuajse është dokund ku janë kufit shqiptaro-shqiptar, ku ne kufizojmë me vetveten. Do të thotë që ne si shqiptar s'mund ta shpeshher jemi ne shqiptarët jashtë Kosovës edhe Shqipërisë, shpeshher jemi si popull pa më mëdhej. Pse? Sepse ti kur vjen në atë kufi e kupton se për shembull je i papërfillshëm në Maqedoni. Dhe shoqët është një pyetje e logjikshme. Si mundet të mos të përfilltuj një shtet ku je 30% edhe ku ke 2 shtete anë, Kosovën edhe Shqipërinë. Dhe si mund ajo të ndodhë? Ajo mund të ndodhë sepse ju e keni një Shqipëri ku ligji nuk vlen për pushtetarin, po vlen vetëm për atë mjerin që vjedh një buk edhe shkon në burg. Nuk shkon atje në burg njeriu që vjedh 5 milion euro. Keni Shqipëri të azam ku kryeministri qohet një mëngjes edhe thotë e mbylli TikTokun pa ligj, pa kur gjë. Apo ven aparatura përgjuese pa ligj, pa kur gjë, që ajo i bën sikur të mbash armë pa leje. Mirë po, çdo të thotë kjo, që atje pushtetari e shteti munden çdo gjë, qytetari nuk mundet asgjë. Në Kosovë nuk është ashtu, po ka shumë çka që është ashtu kur janë në pyetje shqiptarët e Maqedonisë. Gjithë liderët e Kosovës vinë në kongreset e partive të tyre, për shembull dikur vinte presidenti i Kosovës, që sot është në Hag, për fat keq, vinte në gjithë kongreset e BDI-s. Dikur AK-ja, kryetarin e PDSH-s e shpalli çdi atje antar kryesia, po ashtu disi. Sot kryetari i Vetëvendosjes vjen ta përkrav Lenin. Po asnjëri nga këta nuk pyet populli çfarë bën. Cilën halli ka populli? Pra sot jemi më të bashkuar realisht, apo kemi krijuar më shumë bariera? Sot jemi të copëzuar, siç kemi qenë gjithmonë, po te ne sot është i bashkuar krimi edhe nën toka politike. Se unë kur e flas këtë ç'dua të them? Dua të them këtë, se politikanët tanë, mbështetasit e Kosovës edhe Shqipërisë, kanë atje të vetët, të dëgjueshmit e vet. Nuk është domethënë i pari populli. Ata nuk shkojnë te kryeministri i Maqedonisë dhe ta pyesen pse në Blac shqiptarët presën nga 1 orë të kalojnë.